dua të përgëzoj këdo antar të skuadrës Partisë Socialiste që luftoj dhe garoj në këtë garë për me realizu këtë rezultat që do ta shohim të manifestuar me Parlamentin e ri, për të përgjigjur pyetjes. Mendoj që kjo është punë skuadre dhe jam krejt mirënjohje, shumë falenderuese për çdo që krah meje garojnë garën e shkollës. Jeni e këtallur për veten? Çfarë do merreni pas? Mendoj që ju penalizojnë video me të moshuarin në spital. A keni një kërkim falje sot për gjithë qytetarët e Shqipërisë për atë video që e keni fshirë, pa që sigurisht që duket se nuk ka qenë e duhura, me qenë se është e parë për media. Keni një kërkim falje për gjithë qytetarët e Shqipërisë? Të vetmin, ai nuk është një moshuar, ai është një aktor humori, por mendoj që qartësisht në Tiranë dhe kryesisht jashtë Shkodrës nuk jeni akoma gati për këtë lloj humori. Faleminderit.